Pas disa javësh të mbushura me emocione, debate dhe momente të paharrueshme brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, këngëtari kosovar Gjesti ka shkruar historinë e edicionit e 4 të shtëpisë më të famshme. Me 19 prill, Gjesti u shpall fituesi i këtij formati të ndjekur nga mijëra qytetarë në mbar të rojet shqiptare, duke rrëmbyer çmimin e madh prej 100.000 eurosh, por suksesi i tij nuk është ndalur me kaq. Profili i Gjestit në Instagram ka përjetuar një shpërthim të ndjekësve, duke arritur shifrën e jashtëzakonshme prej 603.000 ndjekësve, dëshmi e përkrahjes së madhe dhe dashurisë që publiku i ka treguar gjatë gjithë rrugtimit të tij brenda formatit më të famshëm në Shqipëri. Në finalen e madhe, ai mbylli natën me frazën e thjeshtë por të ndjerë, "Natën e mirë", një përshëndetje që në vend të fundit duket se shënon një fillim të ri për karrierën e tij publike. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se Gjesti është i lidhur me Edi Takon, lidhje e cila u formua gjatë qëndrimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku pati shumë ulje ngritje. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.